Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gjakovën mbrëmjen e së shtunës, ku një grua ka humbur jetën pasi ka rënë nga ura në lumë. Rasti ka ndodhur rreth orës 19:50 në rrugën Ymer Pula te e ashtu quajtura ura e Moglicës, ku viktima SR, 68 vjeçare, ishte parë duke rënë në ujë. Në vendin e ngjarjes ka ndalë menjëherë njësitë policore, zjarfikësit dhe ekipi emergjent. Viktima ishte nxjerrë në breg nga një qytetar kalimtar, i cili kishte ndërhyrë për ta shpëtuar. Ajo është dërguar me urgjencë në spital për trajtim mjekësor, por përkundër përpjekjeve të stafit shëndetësor, rreth orës 21:30 ka ndruar jetë. Sipas pamjeve nga kamerat e sigurisë, viktima shihet duke ecur e vetme dhe më pas duke u afruar te ura, nga ku dyshohet se ka rënë në lumë. Sipas familjarëve, e ndjera vuante nga sëmundje të rënda, përfshirë kancerin e gjirit dhe sklerozën, ndërsa nuk dyshohet për përfshirje të personave të tjerë në rast. Me udhëzim të prokurorit të shtetit, rasti është inicuar si hetim i vdekjes, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.